do ishte i madh sepse do rriteshin çmimet dhe të huaj dhe shqiptarët do fillonin të vinin këtu, se thotë pse të punojnë në Zvicër. Nuk e di, a e keni lexuar sot që shteti zviceran ka marrë një vendim me referendum që mos lejoj më shumë se 10 milion vetë në Zvicër. Çfarë do të thënë kjo? Të huaj. Jo të huaj, jo. Nuk do asnjë njeri më shumë se 10 milion. Çfarë do të thënë kjo? Ajo nuk do zvogloj njerëz të vet. Ajo nuk legjë të tjerët. Se thot kam vënë me referendum, kam vënë një kufi thot mbi 10 milion vetë, do ka që nëse ti do më biesh mua, njerëz këtu, më rritet të shumë unë me kushtetutë ta kundërshtoj. Domethënë shpesh sa bukur. Kurse ne, jo vetëm gjithashtu, po ne e kemi çpronsu kushtetutën. Po. Dhe më e keqja ka gjithë, nuk njohim ligjin themeltar tonin. Po. Që na ka ndodhur këtë gjëna. Domethënë është me të vërtetë është e tmerrshme kjo. Në anën ekonomike dhe kjo është një problem. Dhe së fundi, që mos ta zgjat shumë, është ne nuk kemi domosdoshmërinë, se ne herë ne i ngren investimet e huaja. Investimet e huaja, në të vërtetë, se na doli në fakt kryeministri, mirë keq ne e kemi kështu, nuk mund të marrim në përgojë. Po na doli me një çudi, do ta bëjmë si Dubai. Çfarë do të thonë do më bëjmë Dubai? Unë nuk e kuptoj se Dubai është gjë e mirë apo është gjë e keqe për punonjësit për njerëzit e vet. Nuk e di nëse e dini ju, por në Dubai unë kam takuar me punonjës në Dubai, se kam pas punë, dhe punonjësit e Dubait, nga që banonin në qendër, banojnë 25 km nga qendra e Dubait. Në Dubai jetojnë vetëm të pasurit dhe ata që e kanë ndërtuar. Nuk vinë punojnë këto, se nuk ka punojnë si mesëm mundësi të jetojnë në Dubai. Në më thënë, edhe në këtë pikpamja, unë nuk them që t'jemi kundra investimeve të huaja, por nuk kemi agjele kaq madhe. Edhe vendasit ndoshta thoni ju, zoti Buri, mund të investojnë edhe vendasit. Vendasit, patjetër, ore, ne kemi sistemin e çuditshëm që s'po e shpjegon, jo vetëm kryeministri, po asnjë nga këta, as zoti Sejko as ashtu, nuk e shpjegojnë përse euro dhe dollari po vinë po bien. Duan ta ngatrojnë me çështjen kriminale. Unë nuk e shpjegoj dhe me fluksin e madh të turistave që vinë. Edhe me paratë që vinë emigrantët. Po, është vërtet, nëse me vërtet hynë 10 milion turistë këtu. 10-12 milion. 10 milion turistë i bjen të kemi sasinë më të madhe turistë për frym këtu në Shqipëri. Po. Apo, patjetër. Spanja pretendohet nga më të mëdha ka 60 milion. Po 60 milion banor ka Spanja. Kurse ne jemi 2 milion e gjysmë banor, kemi 10 milion. Sigurisht mund të jenë shumica, mund të jenë pak shqiptarët që hyjnë e dalin, po prapë turistët janë ato. Në këtë kontekst e kshallafin, ne e kemi gjetur rrugën për të investuar. Ne s'na lë njeri me investuar më. Se na bllokojnë Vërnesin, se na bllokojnë Dërmion, se thonë këtu do bëhet, do vinë të mëdhej, do vinë të vejlit. Tani, lejeni më njerëzit të investojnë falë. Jo, faleminderit që na ashtu. Nga Zvërneci deri në Seman janë 6 veta. 6 veta. Që do të thotë, kjo hapësirë drejtare Zvërnec, Seman, zihet nga 6 veta dhe zihet përjetësisht. Nuk të lehet futet shemi, sepse ka investimin e tij strategjik apo miliardier atë investim. Ka për vete, ka tin. Në Karavastaja do pësoj të njëjtin fat, ku janë sot panelet diellore për 10 vjet, do ta marrin energji, do ta kthejnë në vepra urbane. Tjetër gjë që do bëjë natyra dhe Zoti, që në studimin që kemi bërë në 99 në Institutin e Naftës me 15 kolose dhe mëdhenj profesora, dhe për fat e kam udhëhequr vet. Unë nuk isha profesor në atë kohë, po s'isha bërë, isha doktor. Po e udhëheqte instituti. Edhe ne kemi thënë që zona Durrës, zona Seman, zona Karavastaj janë zona që lëngëzohen. Këta nuk i pyesin këto gjëra. Dhe Durrës e vërtetojnë që u lëngëzua. Që lëngëzim do të thotë që Rera bashkë kokën e Rerës me kokën e Rerës, lëshon ujin drejt detit edhe fundoset. Nuk bie ajo si tërmeti, po fundoset. Dhe këta nuk pyesin për to gjë. Zoti Paçolli, kur i shtën që pikërisht ky shpjegim, edhe e shprehur në një vend që atë pelikante taulant të Binos, zënsministën atë kohë, i blenja 200.000. Po që bëjati se unë i shpjegova që zhytet toka aty ku do ndërtosh. Këta nuk pyesin do ndërtojnë. Pra, ndërtojnë për oligark, jo oligark, kuptimi se jemi kundër oligarkëve, por për investitorë që tha zoti Pingu që ti nuk ke të drejtat e tua qytetare të shijosh
funksionin që ta jep hapësira publike, det, rrerë, pyll e tjera. Atëherë, ky popull, këta të rinj që e ndjen këtë lloj fryme që këtu po preket po rrshet tokë shqiptare, një. Këtu po rrshasin gjitha zonat e mbrojtura. Janë të prekura me vepra urbane, zonat e mbrojtura e Shqipërisë dhe janë të zvogëluara. Nga 17% që e çoi nga zoti Eti Ambruka, më shumë Gjuveli, më shumë Mediu, në kohën e zotit Blendi Klosi, dhe sidomos në 4 të fundit, i ke përgjysmë zonat e mbrojtura. Pasi i shkele, i ka heqë kufirin në mënyrë që ato që janë shkelur me vepra urbane dalin jashtë zonat e mbrojtura. Ke pasaj komunitete si Rjolli që janë pa fund komunitete të prekura nga ke politika të shëndetësisë që ai bën transgender, fëmijët me hormonale, 12 vjeç, 13 vjeç, ndërkohë ky është problem. Po që Europi janë vërtet ndryshime hormonale, që ti fëmijët ngelen fertil, edhe të jenë hemafrodit. Ti jenë hemafrodit, më shumica të kenë etj. Pra, kjo rini tani, që me të vërtet zoti Pingu parashtoi një program, ka nevojë në këtë lloj zjarri, se është lavë kjo energji, është vulkan, është lavë kjo. Po lava djegë çka ka rrotull vetës. Kështu që klasa politike, për mua që është klasë e dështuar, kam thënë kaq herë, duhet të përgatiten mbas një kohe që kemi tash. Fillojmë zgjidhje tani. Se kemi edhe moshë madhe dhe moshë pjekur, unë për veten time nuk marr guximi që vete aty, por nuk kam folur, boll kemi shpjeguar, le të klenë të rinë fjalën e tyre. Dhe mund të jemi pra për një qeverisi teknike ose apolitike, qeverisja, e cila përgatit vendin për 7-8 muaj, e përgatit vendin. Fillojmë. Majoranca e pastër, që ti apo kushdo nga ne ka të drejtë nga tropoja në Butrin, në sistemin e votimit, rregullon sistemin e votimit. Legitimiteti. Bën të lirë këtë sistemin e hapur e mbyllur, zhduke atë sistemin e mbyllur, sistemi i hapur. Që ti je i hapur, të dihen, unë e shoh deputetin nga 100 deri në 100, nga 120, e shoh unë deputetin. Pra nuk është se këta të parë janë të mbyllura, çfarë doj këta 12, kush jep lek për shumë. Vazhdojmë, komisione juridike. Komisione o juridike o financiare, do të thonë që komisione që janë pavarura nga forcat politike. Vazhdojmë, bëhet pjesëmarrje elektronike. Pjesëmarrje diasporës, jo diasporën ta kontrolloj posta shqiptare. Diaspora që vjen ka plot mënyra që vjen. Tjetër, që forcat politike nuk bëjnë paraprita, si për shembull thonë zoti Rama, pa ja volli 2%, po jo, janë 20 metoda që ai vjen. Po pse zoti Rama edhe tjetër po doj, çfarë? Diku legalizim, diku le për shtëpi, diku të punësuar, janë 20 teknika të tilla që këta nuk do të mund t'i përdorin dot mbasi qeverisje teknike, sepse do futen në zgjedhje të gjithë të barabartë. Presidenti nga populli propozoi zoti Pingu. Ka nevojë për këshillime me vjen. Po patjetër. Edhe zoti Albin Kurti nuk duhet lënë për jashtë për këshillime, sepse ka një eksperiencë shumë të mirë aty në Kosovë. Jam dakord. Edhe po e ngren buxheti i shtetit, shive se ka shku buxheti i shtetit, 12 miliard ka shku buxheti i shtetit. Shumë dakord. 500 euro e ka vënë rrogën minimale. Hajde me ta kemi në Shqipëri këtë punë. Domethënë këshillime, unë nuk po them të ecim me ekstremizma që jo ta marrim Kurdin, po këshillime. Bëhen. Këta njerëz që janë të vrullshëm, patriot, këshillohen edhe me njerëz të ndershëm siç është. Vazhdojmë ti përmbledhim. Kemi Senatin Parlamentin me 2 lloma. Parlamenti nga 140 në 100 për mendimin tim. Një popullsi që po rrullet, po do thuash që edhe sikur të ndodhi e kunda që të kthehen, të gjenden mekanizma politika inkurajuese për të kthyer shqiptarit. Sepse është një vend, zoti Bale jemi inxhiniera, që në kohën e mbretit, në studimin italian, është një vend që mban deri në 30 milion banor. Nëse Zvicra thot 10 milion, me atë teritorin që ka, se s'ka fusha. Pas ka dhënë kufi, interesante kjo. Mund vjet kufiri ke përqindja e tuajve në Shqipëri. Sepse si vetëm vend që është shtet edhe kom, edhe me 4 fetë ndryshme. Të tjerat janë bashkikombë, le t'i bajnë ata bashkikombësh. Ne jemi një rast unikal në botë që jemi shtet kom dhe s'kemi pse ta prishim këtë homogenitet. Edhe mund të vë një kusht 2-3%. Po në fundi aq që kanë ata, italianët janë 80 milion dhe kanë 2 milion, 1 milion tuaj, 3 milion bie fjala. Gjermania është 90 milion, bashkë mund të ketë 2-3% mund të ketë tuaj, që do të thotë që e komandojnë atë frymën kombëtare, bërsin e kombit, pra edhe Shqipëria nuk ka konkurrencë që ai juaj të vit marrë një punë më të ulët etj.